Shkon rruga Dardania. Dhe vazhdojnë punimet përpjet në fushë Kosovë, ku po vazhdojnë punimet në rrugën Dardania. Momentalisht ka shoku një pjesë atje është rregullu. Deri ka gjysma korrikit arrin fund. Sepse këtu gjatë verës vërshojnë turista e mërgjimtarë që ka vinë. Ta shojnë deri ku kanë arrit me Kubza. Është rrugë shumë e qarkullueshme. Këtu pas kanë hecë mirë më afrim? Dhe deri këtu pas kanë arrit? Po ka film, super. Me ramje të lirë. Kubzat mira. Këta duhet me punu ma shpejt sa s'kam rrinë diaspora. Sa bukur që ka po kënej. Afrima ki qenë dhe në fund ta? E kanë kryjt dhe në fund ta? Kjo pjesa po boka bukur. Edhe tjetra po mbet ka keq. S'pas këna dhe shumë. Mirë po mbetorina kudo. Për mbetorina jemi shumë të këqij si popull. Në për oborë nuk sheh mbetorina, në për rrugë sheh, në për male, në për livadhe. Veç duhet shqiptarët edhe jashtë oborë më kujdes edhe për ambientin e jashtëm. Me konsideru pront vetën edhe jashtë oborë, kjo vetdije duhet më arë me kalimin e brezëve, me edukimin e brezëve, duke i eduku brezët. Që edhe jashtë oborit është Kosova jone. Duhet me mbajt pastër, duhet me kujdes, duhet me dasht vendin. Mirë që ka që dy pjesë të rrugës, edhe kjo pjesa tjetër. Kjo pjesën që ka duke u punu. Përkohësisht e mbyllur, ju lutemi të shfrytëzoni rrugët anësore. Shkambi Glanasel Drenas. Glanasela është vendlindja e Ramize Femila Drofsit. Era blinit e mire, po veç mes me udhë mbetorina shqiptarët me mbajt ma pastër. Sa mbetorina.